Të dashur miq, takohemi sot, është data 1 mars i vitit 2026 dhe lidhem si gjithmonë nga Kuala Lumpuri. Nesër në datën 2 mars çifutët do të festojnë festën e Purimit. Festa e Purimit është një festë biblike në të cilën çifutët festojnë fitoren e tyre kundër Akimenidëve. Sipas librit të Esterit, tregohet që kur çifutët ishin në atë që njihet skllavëria e tyre në Babiloni, pasi perandori Nebukadnezar do t'i marri judejt, jo çifutët, do t'i marri ata si sklever. Historia biblike tregon që në kohën e mbretit të perandorisë persiane, nuk quhej Persin atë kohë, quheshin Kamenid, kryeministri i mbretit persian, Hamani, vjen në konkluzion që çifutët ishin hajdut, judejnë domethënë, të cilët vetëm e vjedhnin Persin dhe për këtë arsye ai vendosi ose t'i dëboj ose të marrë masa kundër tyre. Dhe historia biblike tregon që një pimb me emrin Mordekaj merr një kurv, një prostitutë me emrin Ester, të cilën e dërgon në pallatin e mbretit. Mbreti bie në dashuri me atë dhe ajo e detyron mbretin, ndoshta i bën magji, ku dëgjon çfarë bën. Për ne muslimanët që lexojmë Kur'anin, ne dim që judejt e morën magjin kur ishin në Babiloni, në Persi. Dhe kjo Esteri ja merr frut këtij Xerxesit edhe e detyron atë që të vrasë gjithë ministrat e tij. Dhe kjo fitore, domethënë kundër Hamanit, do të festohet nga judejt si festa e Purimit. Në festën e Purimit, çfarë bëjnë çifutët? Bëjnë biskota, bëjnë keke në formën e syve të veshëve të hundëve, që personifikojnë veshët, kokën e iranianëve dhe i hanë ato. Është festë kurvënie dhe kanibalizmi. Sikur kam theksuar në podcastin e fundit që pata me mikun tim Petro Prodanin, unë e parashikova domethënë që çifutët do godisnin Iranin përpara Purimit dhe isha i saktë. Çka ka ndodhur dje rreth orës 2 PM me Kuala Lumpurin, që nëse si jam gabim duhet bjerë 1 AM i natës me Floridën, Izraeli nisi sulmet kundër Iranit dhe sulmi kryesor është bërë kundër asaj që njihet Beit al-Rahber, apo shtëpia e udhëheqësit, ku me sa duket inteligjenca izraelite me spionët e shumtë të saj që ka ditur që udhëheqësi suprem i Republikës Islamike të Iranit, Imam Ali Khamenei, do mblidhej me Këshillin e Sigurisë Kombëtare dhe në këto momente Izraeli e ka bombarduar dhe Imam Khamenei është vrarë. Imam Khamenei tani më i shtohet listës së gjatë të herojve të Palestinës që Izraeli ka vrarë, që nga Sheh Ahmed Yasin te Ismail Haniyeh, apo edhe udhëheqës të botës arabe sikur Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, Yasser Arafati e të tjerë, të gjitha udhëheqës të botës myslimane janë vrarë në këto 3 dekadat e fundit nga perandoria zionisto-amerikane. Dhe Khamenei ishte i fundit që kishte ngelur që rezistonte, dhe sikur sqaroi edhe Netanyahu në një nga fjalimet e tij që mbajti për para rreth 1 jave,
ishte që ai tregon që filozofia e Izraelit në këto momente është që të shkatrojë boshtin shit, që ai tha është plagosur dhe më pas do përballet me boshtin sunit që nën kuptohet Turqia dhe vllazëria myslimane. Se i bën Izraeli këto gjëra, i bën nga që xhifutët e dinë që ata nuk e shkatrojnë dot xhamin Aksa, për sa kohë që Irani, Republika Islamike e Iranit, tjetë aty dhe Irani, domethënë nuk do të lejonte në asnjë moment që zionistët të shkatrojnë kiblën e parë të Islamit. Dhe kështu pra, sulmet që nisën dje rreth orës 2 PM me Kuala Lumpurin, duhet të ketë qenë ora rreth 9:30 me Teheranin, nuk jam i sigurt. ë Nisën atë që mund të njihet si lufta e dytë izraelito-iraniane. Lufta e parë është ajo lufta e qershorit, viti 2025, lufta 12 ditore, dhe kjo është lufta e dytë. Netanyahu kishte, domethënë, në mënyrë të vazhdueshme kërcënonte Teheranin, i thoshte që mos guxoni që të na godisni etj nga që do t'ju godasim si asnjëherë më parë. Megjithatë, lufta po vazhdon. Iranianët ju kundërpërgjigjen brenda një ore sulmit të Izraelit, dhe duhet sqaroj diçka, ndërsa sulmi nisi rreth orës 2 PM me Kuala Lumpurin, presidenti Trump ka qenë duke fjetur gjumë. Dhe domethënë unë kam ndjekur gjitha këto zhvillime live. Shifutët as që i kanë thënë Trumpit, ose domethënë ndoshta nuk i kanë thënë për momentin kur do godasin, por për personat që kanë parë deklaratën e Trumpit, Trumpi ishte në një dhomë të errët në errësirë, kur bën deklaratën që edhe amerikanët janë duke ju bashkangjitur luftës për të bombarduar Iranin. Trumpi nuk e di as vetë se çfarë do Benjamin Netanyahu që të bëjë në Iran, vetëm në fjalimin e tij që ai tha duam regime change, do shkatrojmë sistemin raketor iranian etj. Ideja e Netanyahut, por edhe Trumpit që është hedhur në këto ditët e fundit, është që ne duhet të implementojmë një regime change në Iran. Çfarë do thotë kjo? Duhet të rrëzojmë qeverinë iraniane, nga që qeveria iraniane nuk na bindet neve, nuk është qeveri kristlinge si kur janë ato të vendeve të tjera arabe, dhe për këtë arsye ne duhet që ta rrëzojmë regjimin. Iranianët janë përgjigjur sulmit izraelito dhe amerikan, se edhe amerikanët ju bashkangjitën më pas, me kundër sulmin e tyre. Për personat që kanë ndjekur profilet e mia në Facebook apo kanalet ndryshme në Twitter, në Telegram, sepse ju nuk do të shikoni këto gjëra në RTK Kosova apo në Top Channel në Shqipëri, iranianët janë duke bërë një kundër ofensivë spektakulare. Izraeli po goditet non-stop që dje, nisën sulme duke sulmuar Galilen, Tel Avivin, Jeruzalemin. Për personat që hynë në internet do shohin video se si po digjen lagje të tëra me çifuç, por çfarë ndryshon kësaj here nga radhët e tjera është që kësaj here iranianët po godasin edhe regjimet kukulla arabe. Është goditur baza Al Udeid në Katar, e cila është baza më e madhe ajrore e amerikanëve, biles dje iranianët kanë shkatruar edhe një radar që njihet ndryshe si syri amerikanëve në Gjirin Persik, i cili kushton $1 miliard. Kanë goditur Emiratet e Bashkuara Arabe, kanë goditur një hotel të Donald Trumpit në Dubai, që e kanë ndjekur, kanë goditur një nga kullat më të mëdha të Dubait, njohur si Burj El Arab. Kanë goditur hotele, kazino, bordello amerikane dhe izraelite nga Emiratet Arabe deri në Bahrein. Iranianët kanë djegur dje bazën ushtarake të flotës së pestë amerikane që është në Manama. Ka video të shumta në internet që tregojnë se si dronët
iranian godasin edhe kryen shpërthime të mëdha. Është goditur Jordania gjithashtu, është goditur edhe baza Al Sultan, nëse s'ja ngatroj emrin, në Arabinë Saudite. Pra janë goditur të gjitha bazat amerikane. Burimi iraniane thonë që rreth 200 ushtar amerikan kanë vdekur, por sulmi më i madh, sigur mund të kuptohet, është duke u bërë kundër Izraelit. Dje, nëse s'jam gabim, iranianët kanë ndërmarrë 6 ofensiva me drone dhe me raketa kundër Izraelit. Në këto momente që ne flasim, përpara pak orës, ka nisur ofensiva tjetër kundër Izraelit. Pra po kemi goditje të njëpasnjëshme. Por ajo që është më me rëndësi për të thënë në këto momente, është që Irani ka mbyllur ngushticën e Hormuzit dhe është mbyllur edhe deti i Kush. Tani kush është rëndësia e goditjes së Hormuzit dhe domethënë mbyllja e detit Kush dhe kanalit Hormuzit është se duke u mbyllur deti Kush dhe kanali Hormuzit, ne do kemi një krizë masive të naftës, nuk do shitet nafta arabe më, do bllokohet. Dhe këto regjimet kukulla arabe do kenë probleme për furnizim me ushqime. Amerikanët kanë goditur edhe luftanijet amerikane, të cilat janë tërhequr në Oqeanin Indian, dhe diktaturat që nga Arabia Saudite deri në Dubai janë të gjitha në panik, nga që nuk janë të sigurta se çfarë do të ndodhi me të ardhmen e tyre. Dje, pasi është vrarë lideri suprem, qeveria iraniane ka mbajtur lajmin sekret, por ishin izraelitët të parët që e botuan lajmin, se kuptohet që ata kanë agjentët e tyre dhe dinë se çfarë bëjnë. Qeveria iraniane e ka pranuar vrasjen e Khameneit përpara pak orësh sot, dhe në Iran po kemi zgjedhje të re të liderit suprem. Tani, vrasja e Khameneit nuk është fundi i botës. Khamenei ka qenë një burr plak që i cili ishte 86 vjeç, me zirrin të në këmbë, me pateric, me një krah të paralizuar nga mujahidinët iranianë që kur i vunë një bombë përpara rreth 40 vitesh, dhe ishte punë kohe kur Khamenei do të vdiste. Por Khamenei vendosi që të vdesi si martir i Islamit, dhe në këto momente që ne flasim, ka procesione masive në të gjithë Iranin, ku iranianët po brohorasin për hakmarrje, dhe qeveria iraniane ka shpallur 40 ditë zi kombëtare për të vajtuar vdekjen e Imam Ali Khamenei. Në këto momente është Këshilli i Sigurisë Kombëtare ai që ka marrë në drejtim vendin, dhe besoj që në 24 orët që do vinë, Irani do të ketë një rehber apo udhëheqës të ri. Tani, vrasja e Ayatollah Khamenei nuk është fundi i historisë, sepse shpresa e Benjamin Netanyahut ishte se duke e vrarë Khamenein, unë do të arrij që atë që ai thotë të pres kokën e gjarkurit, sipas cilit është Khamenei. Është e vërtetë që mbrapa boshtit të rezistencës qëndron Irani dhe Khamenei, por vrasja e Khameneit nuk është fundi i historisë. Khamenei tek e fundit ka qenë student i Imam Khomeinit, dhe Irani ka me mira hoxhallar, me dhjetra ajatollah, cilët mund të apo më saktë do të zëvendësojnë Khamenei. Fuqia reale e Iranit nuk është Khamenei, por është ushtria iraniane dhe në veçanti garda revolucionare. Garda revolucionare është ajo që posedon teknologjitë dhe ajo që mban luftën. Dhe garda revolucionare që ka rreth 200.000 ushtarë, së bashku me arteshin,
që është ushtria, dega tjetër e ushtrisë iraniane që ka rreth, që se jam gabim, rreth 500.000 ushtarë, duke futur edhe forcat vullnetare Basij. Irani ka një ushtri për 1 milion njerëzish. Pra, vrasja e Khameneit nuk është fundi i historisë, pasi shtyllat e Republikës Islamike të Iranit janë aty. Dhe lajmi më i fundit që vjen nga Teherani është që në takimin që ka patur dje Khamenei, ka qenë edhe komandanti i gardës revolucionare, Muhammed Takfur, që të s'ja ngatroj emrin, dhe me vrasjen e tij sot garda revolucionare ka zgjedhur një drejtues të ri, i cili është Ahmed Vahidi. Ahmed Vahidi është nga revolucionarët klasik të Iranit, nxënës i Imam Khomeinit, i cili akuzohet nga Izraeli si personi që ka kryer sulm kundër komunitetit zionist në Argjentinë në vitin 1984. Ai është i listuar si terrorist nga qeveria amerikane, izraelite, dhe ai është a dead man walking, sikur mund të quhet në anglisht, dhe kjo e bën atë shumë të rrezikshëm. Dhe zgjedhja e Ahmed Vahidit, unë mendoj që do ta ndryshoj gardën revolucionare iraniane, do ta bëjë ato edhe më agresive, edhe për më tepër vrasja e Khomeinit, ndryshe nga që ndëronte Netanyahu se duke vrarë Khamenein, duke vrarë Khamenein, ne do shpotojmë nga ky Islami revolucionar dhe do shkatrojmë xhamin Aksa, do bëjmë palestinezët dhe nuk do ketë askush që të na bëjnë gjë. Për mendimin tim është problem, sepse në Islamin shiit, kur vdes një ajatollah, fetvaja e tij bie. Dhe unë dyshoj që tani që Khamenei është vrarë, nuk ekziston më ndanimi ligjor për ushtrinë iraniane që të prodhoj bombën atomike. Për më tepër, zgjedhja e Ahmed Vahidit, i cili ai është vrasës, ai të vrat. Domethënë, ai është sigur Netanyahu. Bides do ta bëj foton e Ahmed Vahidit si cover, si mbulesë të kësaj video që po bëj. Po ta shikoni atë, ai duket që është fytyrë që ai në atë nuk bëhet dot hajgare. Dhe zgjedhja e Ahmed Vahidit unë mendoj që i ka hapur probleme shumë herë më të mëdha amerikanëve dhe izraelitëve, nga që tani ata nuk kanë të përballen më me një xhaje 86 vjeçare dhe të moderuar, por kanë bëjnë me një person i cili është rritur me pushkë në dorë. Dhe unë besoj që do shohim zhvillime shumë interesante në ditët që do vinë. Tani, dëshira amerikanëve është që të bëjnë ndryshim edhe izraelitëve, është të bëjnë ndryshim regjimi në Iran. Më e mira do të ishte që të përmbysej Republika Islamike, por nëse nuk e bëjnë dot atë, do donin që të bënin pak a shumë të njëjtën gjë që bën në Bolivi, kur rrëmbyen Maduron dhe kjo Delcy Rodriguez, nëse nuk e ngatroj emrin, po bën çfarë ti thon amerikanët. Kjo është dëshira e amerikanëve dhe zionistëve, por unë nuk besoj që ata do kenë sukses, nga që për sa kohë që garda revolucionare është aty, është garda ajo që e ka bërë revolucionin. Garda revolucionare është pak a shumë sikur Jeniçerët në Perandorinë Osmane. Sultanët vinin, shkonin, vriteshin, vareshin, vrisin njëri tjetrin, po për sa kohë ishin Jeniçerët, Perandori Osmani ishte aty. Dhe e njëjta gjë është edhe në Iran. Për sa kohë që është ushtria islamike e Imam Mehdiut, ajatollahët mund të vriten, vdesin, shkojnë, po sistemi vazhdon. Në këto momente që po flasim, nga njoftimet më të fundit që po shikoja në Al Jazeera, është që Irani ka premtuar një hakmarrje të papar. Deri para pak minutash, Al Jazeera me gazetarët e saj në Ramallah tregonte që drone edhe raketa iraniane janë duke rënë mbi Izrael. Janë po kryen bombardime në Emiratet Arabe dhe në Katar. Dje është bombarduar aeroporti i Kuvajtit dhe i Dubait, unë e përdor shpesh atë aeroport, edhe ishte një kaos i papar, dhe do shohim se si do përshkallëzojmë punët. Unë dyshoj që ndoshta sot apo nesër iranianët do mundohen që edhe të zhysin disa nga luftanijet iraniane, ata amerikane, por ato janë në Oqeanin Indian, janë larguar nga Gjiri Persik.
Megjithatë, unë dyshoj që iranianët do bëjnë maksimumin që të zhysin disa nga luftanijet amerikane si hakmarrje për imamin e tyre suprem. Në Islamin shiit, vrasja e imamit është diçka shumë e rëndë dhe besoj që do të shohim një përshkallëzim të papar të luftës. Në këto momente që ne flasim, amerikanët janë në tërheqje me gjithë izraelitët, mundohen që të mbrohen nga ofensiva iraniane. Në qoftë se Irani, domethënë nëse amerikanët me izraelitët nisin të godasin infrastrukturën civile iraniane, unë dyshoj që iranianët mund shkatrojnë një herë mirë këto beduinatet e Katarit, e Kuvajtit, e Arabi Saudite, e Emirateve Arabe, duke u shkatruar centralet elektrike dhe impjantet e dekritorizimit të ujit që këto beduinate përdorin, ata nuk kanë ujë, marrin ujë nga deti. Dhe nëse Irani bën këtë gjë, ne do të shohim me miliona ekspat apo punëtor të huaj që mbajnë këto beduinate, që do largohen nga këto beduinate. Edhe përveç kësaj, me mbylljen e kanalit të Hormuzit, ne do të shohim në ditët në vijim se si do të rritet çmimi i naftës në nivel global, nga që do ketë shumë herë më pak naftë në treg për të shitur se sa ka patur deri tani, nga që nëpërmjet gjirit persik kalojnë 20% e naftës botërore. Pra po shkojmë drejt një skenari apokaliptik. Unë dyshoj që tani që Ahmed Vahidi është kreu i Gardës Revolucionare, ushtria iraniane do prodhoj bombën atomike, nga që kanë qenë politikat e Imam Khameneit që thoshte është haram të prodhosh bombën atomike, ato që nuk e kanë lejuar Iranin të shpikte bombën. Në mendimin tim, nëse Irani do kishte bombën atomike, ai zagari polak i Tel Avivit, Benjamin Netanyahu, nuk do kishte guxim që të bënte këto krime kundër njerëzimit që ai ka bërë dhe po bën. Netanyahu është si pune një qeni të torbuar dhe qeni të ka frikë vetëm po i ndëjte me kopaç, me shkop në dorë. Dhe për sa kohë që ai e di që Irani nuk e ka bombën atomike, ai mund të fshihet si mi nëpër bunkerët e tij, nga që e di që me teknologjinë që ka, me paranë amerikane, me armët amerikane, ai mund të vrasë kundërshtarët e tij, mund të godasë sikur miu dhe të futet në tunel. Por nëse iranianët do zhvillojnë bombën atomike, tuneli nuk do ta shpëtojë miun polak të Tel Avivit. Kjo ishte pak a shumë një përmbledhje e atyre që kanë ndodhur dje kam qenë shumë i dhënë, kam qenë më të në TV, në NTV, sot do jem të Shpend Gashi mbas vite, dhe prandaj nuk kam mundur që të bëj video, nga që kam qenë shumë i dhënë. Dëgjohemi përsëri, selam aleikum wa rahmatullah.